Sipas një studimi që kom dëgju para shumë viteve, një ndër sportet ku përfshihet inteligjenca mas shumë është sporti i dytë. Gjimnastika unë kam pas përshtypjen që është i pari, po kam dëgju që i pari është formula, pastaj vjen gjimnastika. E këto formulën domethënë e bën shpejtësia jashtëzakonshme, se një lëshim i vogël mund të kushtojë me jetë, pastaj vjen gjimnastika si sport i komplikuar për realizim sepse don shumë fokus, përqendrim dhe inteligjencë. Gjë që po i bie te jetë për sportin më të rënda. Po. Nga studimi edhe më që të bukura. Edhe më të bukura, sidomos edhe për sy. E përmenda kur shikohet me sy, por i mendosh në vete. Tash tiknozi është e këshyrë, por e sportistet që apo ndyshë sportistit që është duke garuar e ka emocione vetë brenda dhe kërkon ta bëjë më të mirë. Madje gabime më të vogla jo që i kushtojnë vetëm me ndëshkim e pikë apo edhe skualifikim nga gara, por që mund të jetë edhe me ndonjë prej lëndimeve të rënda që mund ta besoj pikërisht gjatë garës.